أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Allahu subhanahu wa ta'ala falenderoj me falenderime si që I takon madhënisë të Tij Gjelle Shanu wa Gjelle Gjelalu. Salatet për shëndetjet ja dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili na la në rrugën e drejtë dhe na udhëzoi nga e mira dhe na tërheqi vërejtjen nga e keqja. Salatet për shëndetjet ja dërgojmë familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij të drejtueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër besimtar, me lenin Allahut subhanahu wa taala do ta bëjmë një shkputje vetëm në këtë xumë, sa I përket ligjëratës para xumës, që është një ligjëratë që do ta komentojmë librin e Riyadhus Salihin në hadithet e përzgjedhura të Imam Nevaviut në librin e tij. Sot do të flasim mbi një temë e cila është realisht një nxitje për vazhdimsinë e ibadetit pas Ramazanit. Ja, pra të nderuar vëllezër, Ramazani është një muaj I begat, të cilin e përshëndetëm me ditë të mëdha dhe net të mëdha, të cilat secili prej neve në formën e vet I kanë gjallë, dikush me sadakat, dikush me axharim të kujdesshëm, dikush me namaz vullnetar, dikush ndoshta me një lexim të Kur'anit, dikush me një istighfar, I kanë gjallë ato ditë dhe net në formën që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë të mundur. Andaj fitimtar është ai I cili ka fituar në Ramazan rahmetin dhe faljen e Allahut. Fitimtar është ai I cili ka fituar që Allah të investojë të lirojë nga zjarmi I xhehenemit. I humbur është kon ai I cili ka humb në këto ditë të mëdha rahmetin, mëshirën e Allahut te bareke ve taala, ku Allahu me faljen e Tij I çel dyert e xhennetit, I mbyll dyert e xhehenemit. I humbur është ai I cili nuk e ka njoft Allahun edhe në Ramazan, po edhe pas Ramazanit nuk bën tobe dhe istighfar. Të nderuar vëllezër, nuk është ditë në të cilën duhet të vajtojmë për të kaluarën, për besimtari e ka zakon që të nxitet për ditët të cilat vijnë. Dhe Allahu Gjelle Shanu wa Gjelle Gjelalu nga rahmeti I vet neve ne I ka bërë të mundur që her pas here ta shijojmë ibadetet të cilat vijnë. Ne do më për të kaluarën kërkojmë istighfar, për të ardhmen kërkojmë ndihmë që Allah na bëjë të qëndrueshëm në rrugën e Tij. Andaj ne ende jemi duke jetu sicili prej neve atë batarien, atë formën e nxitjes së Ramazanit ende e ka në zemrën e vet. Dikush me një dozë më të madhe, dikush me një dozë më të vogël. Bile shpeshherë une jam kundërshtari atyre të cilët thonë që pas Ramazanit duhet më konë më mirë se në Ramazan. Nuk është e vërtetë. Se imani dobësohet. Imani te lisuneti shtohet edhe pakohet. Shtohet me ibadete, pakohet me gjunahe. Kur njerëzit në Ramazan normal axherimin ndikon, muaj I madh I Ramazanit ndikon. Njeriu s'mundet ta kese imanin e njëjtë non stop të njëjtin. Ka momente që është mirë, ka momente që bie poshtë. Mirë, po kur bie poshtë duhet mos më ra këtë në kuçën. Po me nejtë pakës të ajo e verdhat e sarita që me vazhdue imani ende me kon aktiv. Se në Ramazan është ndoshta bataria 100, dikuj 80, dikuj 90, dikuj 70. Mirë, po ekziston ende ajo ndriçimi I imanit tek ai. Dhe secili prej juve doni me ditë me thonë hoxha, kur unë e dobësona, e kam imanin tamam, a namazi jem, a xherimi jem tamam në Ramazan, pa dyshim që atë punë ka Allahu ndorë. Mirë, po kjo ka ndodhur edhe me një sahabi që rastet e tilla edhe të sahabët ka ndodhur që janë brengos që nuk e kanë imanin e njëjtë vazhdimisht. Nuk e kanë pas imanin e njëjtë vazhdimisht.
Një sahabi i njohur me emrin Handhala radiallahu anhu ka qenë një ditë prej ditëve duke nejtë me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Imani i tij ka qenë në nivelin më të lartë, domthonë imanli, ju ka shtu imani derisa ka shku te shtëpia e vet. Kur ka shku në shtëpi, njeriu normal angazhohet me brengat, me hallet e shtëpisë. Sot në kohën tonë ne e kena rrymën, e kena ujin, porezin, benzinin, shkollën. Edhe sahabët në atë kohë kanë pas brengat e dunjajës, për haje dhe pije, për ekzistencë, po ndoshta edhe për luks. E Handhala kur ka shku te shtëpia vet dhe e ka pa që imani i tij ka fillu të zbehet, të saritohet prej ndjeshil të mbëdhan, atëhere brenga e tij ka qenë që të shkoje me njerë të ilaçi, të shërimi. E kush ka qenë shërimi në atë zaman? Pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam. Ka shku dhe i ka thonë, ja Rasulullah, imanin të ti pe kina kur jemi top, shumë lartë. Bile në shpjegimin e tregimit të rastit, gjatë rukëtimit deri sa ka shku mu taku me Muhammedin a.s. Handhala ka vikat me zotë të lartë, ka thonë Handhala u ba munafik, Handhala u ba munafik. Ka mendu që ki lëvizje, mos stabilitet, ka mendu që është munafik lëk. Dhe i ka thonë Handhala u ba munafik, Handhala u ba munafik. Atëhere e ka taku Hazreti Abu Bekri radiallahu anhu, i ka thonë, çka puna me ti o Handhala? Tha, ja Abu Bekr, kur po jemi te Rasulullah, imanin pe kemi të fortë. Kur po kthehemi në shtëpinë tonë, po na bie imani. Atëhere i tha Abu Bekri radiallahu anhu, edhe me mund ndodhe njëjta. Shkun pastaj gjatë rrugës e takun edhe Omerin, edhe Omerit njëjtën breng, derisa shkon te Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. E çka i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ato ja paraqiten brengën, hallin, mërzien e cila i kishte kaplu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu i tha, o Handhala, imani atë çaste, momente. Ndodh në momente që imanin e ki mirë, ama ndodh në momente që e ki imanin zaif. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, me pas imanin vazhdimisht ju të fortë, kishin zbrit me laçet me ju dhon selam. Me pas imanin vazhdimisht si në Ramazan, ndoshta zbresi me laçet dhe na hapin selam. Mirë po, mëshira Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu e ka bërë që ne mos me pasën këtë iman. Allahu ka dashur mos na angazhojë neve për të mundësive tona. Mirë po besimtari vëllezër duhet ta shtojë dozën e veprave të mira që kur dobësohet mos mu dobësu krejt. Andaj disa prej muslimanëve kanë thonë kështu: muslimani në momentet e mira të imanit, kur ka iman, kur ka shanca, kur ka mundësi, si për shembull Ramazani, duhet me i shtu veprat e mira, që kur të vere momenti ai mu dobësue, që është normal, imani shtot edhe pakohet, ka thonë mos me rënë të kuqën. Andaj ka thonë i keqit është ai i cili 12 sunetet e ditës nuk i falë gjatë vitit, jo farzet. Ka thonë është i keq, edhe kjo janë i selam për shok, për dashamir namazlit, të cilët i falin vetëm farzet. Ka thonë i keq është ai njeri i cili i ikin 12 sunetet e forta të cilët i ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në të cilët ka thonë kush kujdeset për 12 sunete gjatë jetës së tij, Allah ja marron një shtëpi në xhennet. E ato 12 sunete dyjet janë 2 sabajt, 4 drekës para edhe 2 pas, pastaj takshamit 2 dhe tjacijës 2 pas. Të gjitha këto ka thonë njeriu kur jese i fortë duhet me i shtu, me fal tikinijës, e me fal më shumë, e namaznate, e me bosine vullnetare, nër këto zguxon me rap. Pse? Sepse shejtani pastaj i shkon te farzet. Ai i cili nuk i kujdeset për sunetet, shejtani pas asana i shkon te farzet. Le drekën gjitemi kini, le kinien në kot akshamit, le akshamin me jaci, le jacien kur të bish me flit, 12 natës, kur i kia terminin tanë të xhumit, edhe çka ndodh vëllezër? Shejtani ta hub imanin. Andaj besimtari vëllezër ka nevojë pas Ramazanit për disa punë. E para vëllezër është el istiqame, qëndrueshmëria.
më kërku prej Allahut subhanahu wa taala vazhdimisht qëndrueshmëri. Ne kemi jetu në ditë të Ramazanit dhe net të Ramazanit, të cilët janë qenë net të ibadetit. E njeriu mos i ta kalojë këta, ndoshta dikush prej neve ende është mirë, ose dikush prej neve ja ka fillu dal ngadal mas disa ditëve, miro imani i tij, masi që janë bërë për shembull 6 ditë, 7 ditë tashti edhe pak, një javë ja fillon imani i tij dal ngadal. Dikush e ka pas batarinë e imanit 100, jo ka bon 99, ai shka e ka pas 99, i ka ron 98, edhe kështu me radhë, derisa imani, vëllezër të nderuar, fillon të bjerë. Edhe dikush prej jush apo prej nesh mund të thonë hoxha, cila është ilaçi që ne me qëndruam këta? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar, ka thonën, kur ka një njeri dhe i ka thonë ja Rasulullah, punë të islamit më shtuan mund, domon spimoj men, shumë senim keni kallëzue, spimoj men kret. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha thuaj, qul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj besova Allahun dhe qëndron atë. Me thonë besova Allahun dhe me qëndron atë është punë e madhe vëllazër. Se njeriu në këtë dunjë mundet me pasën sprova të ndryshme. Jeta i sill momente të lakmueshme, të gëzueshme, po një ashtu edhe brenga. Amo me e njoft Allahun vazhdimisht edhe me qëndruar ta është mirësia më e mirë e Zotit. Që Allahu ta ka dhënë këtë dhurat. Me e njoft Allahun vazhdimisht është mirësia Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Andaj këtë drum, kjo pemë e imanit ka njerë i jep frytet, minjerë. Ka njerë ka nevojë të vadit e njeriu. Vazhdimisht. E dikush prej neve ka vadit ta në Ramazanin, këtë fryten e imanit. E pas Ramazanit çka ndodh? Ja dan ujin. E nal ujin. Jo vetëm e nal ujin, po ja fillon mi prej degët e saj që ata mos me qenë lule tjera. Edhe pastaj ai habitet kur vjen koha për me miel, për mi vjel, për mi mor ato fryte, thot ki druni jem kur gjon s'po jep. Po mirë, ti gjatë Ramazanit elhamdulillah i ki dhanën ujit, ati drunit ujë. Po mos Ramazanit çka bane ti? Çka ishte halli, cili ishte zgjidhja jote, cili ishte momenti që ti mi i dhon këtij drunit xhallëri, ja kina ujë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj besova Allahun dhe qëndron ta. Me qëndru në besimin e Allahut, vëllazër, don të thotë vazhdimisht mos muj njeriu me crev me majt këtë drunin e imanit, bare me një uj kapak me i qitë pika pika, që me majt gjallë drunin e imanit. Ama gjatë mujt e Ramazanit e vadit dhe pastaj ti e len ajo thahat. Çështu është edhe imani o vëllazër. Në qovë se e vaditmi me veprat mira, shkon të në dhonë neve shka fryte dhe bereqete. Në qovë se ne e nalmi të vaditman me veprat mira ndaj imanit, ajo shkon duku vishk. Andaj edhe Allahu thamë Koranin famelar, inne ledhine kalu rabbun Allah, ata të cilët thanë që Allahu është Zoti jonë, thumë me stakamu, dhe pastaj qëndruan në ata, Allahu thot Ebu Bekri radiallahu anhu, ata të cilët qëndruan jo vetëm me gum, me gjumë, jo vetëm me fjalë, po qëndruan edhe me veprat e tyre, atyre Allahu ja ban të mundër me jetu me këtë iman. Ama me jetu vetëm me fjalën la ilaha illallah pa vepra, ki drum, ki filiz shkon duku tha. Njashtu tha Omeri radiallahu anhu në koment të këtij ajetit, ku thot Allahu surat Fussilet ajetit 30, ata të cilët me të vërtet, ata të cilët thanë që Allahu është Zoti jonë dhe pastaj qëndruan, tha nuk bon sikur se xharë përi i cili lakon. Po janë drejt. Mundohen me kanë të qëndrushëm në fjalën Allahu xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Andaj vëllazër, shkanda ndihmon neve me qëndru në iman, në islam edhe pas Ramazanit. E para vëllazër është me kërku prej Allahut mbështetje. Manë mend që Allahu është ai i cili zotriu, i cili e vazhdon njeriu me kon ibadet. Manë mend, Allahu subhanahu wa taala ka rob për pos neve shumë. Ne kur jemi duke garu për këtë xhenet, nuk jemi duke garu me safin ton, me çiftin tem. Ti tu garu në xhenet me popujt të tërt.
je duke garu jo vetëm me Hazreti Abubekrin edhe Omerin, je duke garu edhe me njerëzit para nesh, të cilët kanë qenë musliman, me popullin e Nuhit a.s., me popullin e Jusufit. Domthon ti duke garu për një xhenet të madh. Andaj mos u krahaso, valla unë jam mirë se tjerë, halu ma të këqij se unë jam. Jo, ti duke garu për një treg, për një pazar të madh, i cili është xheneti Allahu te bareke ve taala. Andaj zguxon ti mu krahasu me momentin të cilin jemi duke jetu ne si popull, si musliman. E shen ndoshta që muslimant në trajtimin e veprave janë zaif edhe ti thu, jo me mirë jam une. Andaj vëllezër, besimtari e para shka duhet me bëj është me kërku prej Allahut mbështetje që Allahu me të botë çndrueshëm fe. E pejgamberi unë a.s. e ka pas prej lutjeve vazhdimisht që e ka bo, që e transmeton Imam Ebu Daudi në sunenin e tij, ku pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam thot: "Wala takilni ila nafsi tarfat ayn." O Allah, mos u mban që unë të mbështetem në vetveten time as sa çelem shelsit. Se njeriu me bu mu mbështet në vetvete, vëllezër të nderuar, është keq. Edhe kjo të azhëson edhe imanin. Andaj në mbështetjen tonë shkatena ihdina siratal mustaqim. O Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë, vazhdimisht në namaz. O të nderuar të mi, jeta është shumë e shkurtë. Do të vere momenti që këto fjalë kina me pas nevojë, ne mi dëgju me ne i thonë dikush, po në ato moment nuk në e ban dobi. Se duhet në test, nuk të ban dobi dikush me ta kry testin ti, po ti dush me im provim vetë me thonë testin. Edhe andaj edhe mbështetja Allahu te bareke ve teala, atë sa ti mundun këtë dunjo, Allah do të japë edhe ti mbështetje. Dy vëllezër, e cila na ndihmon në çndrueshmëri pas Ramazanit është el mujahada, lufta me nefsin. Me bo luft. Nefsi vëllezër është interesant. Sa ti ipsh, merr. E ki pa kur ulesh me një tavolin, truni vëllezër, thot ti shembull me trun, ti thue halom hat. Ama lukti angi, ama e kajt mja ti halo do. Në gjitha sferat, edhe në pare, edhe në gra, edhe në ushqim. Allah e ka kriju insanin të pangishëm. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, përfri mos një gjute juja duke dërgu salavat me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në ditë të madhe të begat, ditë të gjuma. Tha, lau kana libni Adam wadim min dhahabin la habba an yakuna lahu wadiyan. Po ti kesi biri Ademit një lugin, një fush me altan me ari, ka dëshirë mi pas dy. E lufta me nefsin vëllezër e ban njeriun që me bo sabër ndaj dëshirave haram. Domthon, ai cili e ka adhuru Allah në Ramazan duhet me ditë që edhe 11 muaj tjera është i njëjti Allah. Ai cili e ka pengu me fol fjalë të fliçura, çaj Allah është edhe 11 muaj tjera Allah i cili duhet në me luftu vetën tonë. Andaj Allahu te bareke ve teala ka thonë për ata të cilët mundohen, sakrifikojnë edhe mundohen me adhuru Allahun te bareke ve teala, thënë Kur'an, suratul Ankabut ajeti 69, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dhe me të vërtetë, ata të cilët mundohen, domthon lypin prej Allahut hidajet, udhëzim, qëndrueshmëri, lanahdiyannahum subulana, atyre do t'ju bëjmë të qartë rrugën e drejtë. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Edhe me të vërtetë, Allahu është me njerëzit bamirësa. Ti lufton, Allahu ta bën të qartë. Ti lufton këtë epshin tanë, se epshet janë tre llojshe. Nefset, nefsi i mirë, nefsi i cili të urdhron nga e keqja, edhe nefsi qortues, i cili e qorton vetveten. Nefsi i mirë është ai shka Allah ja mëson mi dëshiru vetëm veprat e mira. Allah na bëj prej tyre ja Rabbi. Nefsi i dytë është emaratun bisu, i cili vazhdimisht lyp prej neve vepra të liga, të këqija. Dhe nefsi i tretë është vëllezër nefsi qortues, i cili kur të bëjë vepra të këqija i bie pishman. E çtu neve na duhet çiki lloj, mushmi te i pari halo më mirë, po mos mushmi barëm bomi që ti lloji i dytë apo i tretë në këtë rast, që bomi luftues, luftena me nefsin ton, me egon ton. Andaj Allahu te bareke te ala vëllezër, kur e ka cek që njeriu është në sprov vazhdimisht në dunjë, duhet me kuptu që testi i për momentin kur vdes njeriu. Ati Allahu ja çel dritarën që ka në hadithin e njohur të Bara ibn Azib,
ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri të mirë i vjen me laçë me amor shpirtin dhe i thot: "O shpirti i mirë, o nefsi i mirë, edhe të shko tek kënaqësia e Zotit tan." I hapat dritarja dhe kur e shet xhenetin, Allahu akbar, kënaqet. E Imam Ahmed ibn Hanbali rahimahullah ka thënë, kur e ka vetë, ka thonë, kur është rahatia për besimtarin, kur rahatohet, mos me luftu, se hoxha na lodhe, hoxha, vazhdimisht duhet, në Ramazan edhe jashtë Ramazanit, kur në momenti që njeriu mu rahatue, ka thonën Imam Ahmedi rahimullah, idha wada'a qadamehu fil janna, njeriu rahatohet nga lufta me nefsin, me vetvetën, në momentin që e vënon kamën e tij në xhennet. Allah na bof nasib ya rabbel alamin. Andaj vëllezër, për me arrit qëndrueshmërinë pas mbështetjes në Allah është lufta me nefsin. Tre vëllezër është, edhe me këtë e përfundojmë këtë pikë inshallah, është njeriu me kërku shoqërinë e mirë. E kuptove ku është shoqëria e mirë gjatë Ramazanit? Shoqëria e mirë është me Kur'anin. Shoqëria e mirë është me namazin. Shoqëria e mirë është me dersin. Shoqëria e mirë është me bën ziaret farefisin. Shoqëria e mirë është e cila ta kujton Allahun, halalin, ta tërheq vërejtjen prej haramit. Që kjo është shoqëria e mirë. A e shijove ti atë amëlsinë e imanit, a u kënaqe? Po, ilzem, atër qëndron atë. Andaj vëllezër të nderuar, njeriu që ka thonën Muhammed ibn Wasi', kur tha, në qovë se ti e shet që je ke gjetë amëlsinë e imanit, atër qëndron në atë fjallë, në atë shoqëri. Jo rastisht edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, njeriu është në fejnë e shokut të tij. Andaj le ta shikoj si cili prej jush kanë merr për shok. Të nderuar vëllezër, sahabët e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam e bëshin ambientin e imanit. Ma në men, ambientin e imanit ne e gjetëm, e kishmi në Ramazan, edhe përsëris, që nuk mundet njeriu vazhdimisht me pas njëtën dosë të imanit, nuk mundesh njëtën dosë, ama mi mor sebepet, me pas ngritje dhe zbritje, ama jo, me ro glavit që kite poshtë, njeriu duhet mu munu vëllezër. E kjo qëndrueshmëri, pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam në tha, kul amantu billahi thumma istaqim, thuaj besova Allahun dhe qëndrova në ta. Andaj vëllezër, nëse dëshironi me pas edhe pas Ramazanit imanin, dini që imani gjendet në këto vene ku Allahu subhanahu wa taala i ka bën panaire saime, njerëzit me adhuru Allahun, me bën ibadet Allahun te bareke ve taala. Andaj qëndrueshmëria në Allahun te bareke ve taala pas ka 3 pika, shumë të lehta mi mojt men. Një, me lut Allahun për qëndrueshmëri, me ditë që ti je nevojtar, unë edhe ti jemi nevojtar për Allah. 2 vëllezër, me bë luftë me këtë nefsin që për me qëndru në qëndrueshmërinë Allahu te bareke ve taala, me qëndru në këtë fe, në këtë iman, në këtë besim, me bë dua. Dhe 3 vëllezër të nderuar, me kërku shoqërinë e mirë e cila ta bën ambientin me shiu imanin e Allahu xhalla shanu wa xhalla xhalalu. Lut Allahu xhalla shanu që Allahu të na pranojë veprat tona të cilat i kemi bën në Ramazan. Lut Allahu që Allahu të na japë iman edhe pas Ramazanit, e të na bëjë të qëndrueshëm në të. Allahu të ndihmojë muslimanët anë kam botës ku janë, e sidomos vëllezërit tonë në Gaza, Allahu të ndihmojë, armikun e tyre Allahu ta shkatroje, dhe gjithë ata të cilët bëjnë kurthe kundra tyre, Allahu helaç ti bëjë ya rabbel alamin. Lut Zotin e madh që Allahu të na i falë mangësinë tonë, karshëtyre dhe pafuqinë tonë ya rabbel alamin. Allahu na lut që Allahu të na i falë mëkatet tona, e të na bëjë nga banorët e xhenetit. Allahu shpërblet për sabrin dhe durimin, edhe ju falenderoj nga zemra për çdo kontribut që keni bën në mbështetjen e xhamisë, në mbështetjen e antarësisë dhe kështu me radhë. Allahu ju shpërbleft me mundësitë të cilat i keni pas, edhe me prezencën e juaj në për derse, në për taravi. Allahu inshallah ju jep shëndet, ju jep pasuri të begate halal ya rabbel alamin, e ju e urun familjet e juaja nga harami. Allahu na mësof siç jemi të bun këtë shtëpia të Zotit, të bëmi tek e utheri afër pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, et na i bëjë nasib pejgamberi Allahu me pinga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bëf nasib edhe shefatin e tij. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.